Po flitet shumë këto ditë që tani më bota po ndohet në 3 zona të ndikimit. Pra ajo amerikane, ruse dhe kineze. Amerikanët dhe rusët do jenë bashkë me sauditët, pra bashkë me botën arabe do jenë një koalicion i tërë. Se ta në vlerësojnë sauditët, po ti dhe unë që e dim që janë sauditët, aq më tepër fuqinë ekonomike që kanë. A mund të detyrojë kjo evropianët drejt Kinës, apo edhe Kinën drejt Evropës? Si do i detyrojë? Që të bashkëpunojnë ekonomikisht ose edhe ushtarakisht. Kina, do të thonë Kina me Francën, Anglinë, të lutem mi thuaj vendet evropiane një. Italia jo herë se e tha Meloni që unë jam me Trumpin dhe me Amerikën. Italia nga lufta e dytë botërore nuk e bën më atë gabim se ka provuar çfarë do të thotë. Merri vendet një nga një të kemi pra Britaninë e Madhe. Po Britania e Madhe është i vetmi vend që nuk është vend i BE-s dhe që po luan një rol mes Amerikës dhe BE-s, po në fakt që është ajo që qëndron pas Ukrainës, po që nuk ka mundësi ekonomike edhe as ushtarake do të bëjë një luftë. Po, vazhdo. Ke Francën. Francën ti e di që me 2 vendet të cilat kanë marrë bothamore. Franca është fizikisht e falimentuar, ekonomikisht e falimentuar, politikisht e falimentuar, nuk bëjnë dot një qeveri kanë dhe ti e di që po të shkojnë zgjedhje është ultra e djatha që fiton aleatët e Trumpit në Francë. Po, vazhdo. Kemi Gjermaninë, fuqinë numër 1 ekonomike në BE. Po, e di ti sa është rënia ekonomike e Gjermanisë në 2024, 7.5%. Dhe ai që ishte kryeministri i Gjermanisë që i tha tash, se i tha Zelenski ai budollaj. I tha, "Ç'ke se na kene ke Gjermani me vetë." Ai po ikën s'është për vete, s'do jetë fare në qeverinë e ardhshme. Dhe forca e dytë në Gjermani, AFD-ja është aleati kryesor i Trumpit. Po, kush tjetër? Kemi Italinë. Italia ta thash pra nuk është me, ja tha ajo dhe në takim pastaj vjen Spanja deri dikon apo. Spanja s'merret fare me atë punë. Kush është? S'ka, se ky është problemi që kush është BE-ja. Se kemi thënë, është arsyeja pse kemi ardhur këtu, është se këto organizata që lindën për të bërë në hapësira të forta, shtete të forta, kush do shkojë? General von der Leyen të udhëheqi frontin në Ukrainë për Bashkimin Evropian. Shaka tash. Ky i dhan mbështetje të fortë Ukrainës. Ku me ça? Nuk kanë para. Deklarativisht i dhan. I dhan edhe para, dhan. Ku nuk kanë para, më janë të detyruar të marrin para borxh. Nuk është se evropianët nuk kanë para. S'kan para, s'kan. Po shiko, lexo Draghin të kuptosh. Janë të detyruar të bëjnë atë që bën gjatë kohës së Covidit. Të shtypin bonde, të marrin borxh nga tregjet që të paguajnë, se s'kan para, se shtylla e parë e sigurisë është ekonomia, i dashur Mehmet. E kemi diskutuar disa. Amerika, dhe ju pa ndërprerje përsërit Nikol. Amerika pse është ajo që është sot, është se ka 1 triliard, e ka 1 trilion atë buxhetin e Pentagonit. Kur ka edhe shumë borxhe të jashtme dhe të brendshme. Po, sepse me borxhe zhvillohet bota. Po çështja është që Amerika buxhetin e Pentagonit e ka si e ka sepse paguan. Kush këta?